për të vjuar më tek këtë diskutim, kam të ftuar zotin Eritan Sejamini, gazetar, drejtues i emisionit Thjesht në A2 CNN. Nderuar, shumë faleminderit që na bashkove në Off the Record. Faleminderit. Zotin Roland Qafoku, gazetar, degalog, i nderuar, shumë faleminderit. Bravo, faleminderit. Zotin Olon Kalaja, gazetar, ish kandidat për deputet i Partisë Demokratike, i nderuar, shumë faleminderit. Bravo. Ndërkohë pas pak do na bashkohet edhe Belind Këlliçi, deputet i Partisë Demokratike, ndërkohë fillimisht do të jem për një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Ervin Koçi. Ervin, përshëndetje. Më dëgjon? Mirëmbrëma Andrea. Ervin, le të themi për të bërë një panoramë më të zgjeruar, çfarë ndodhi para dhe pas vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Erion Veliajt? Me zgjidhjen sot më mor vendimi i cili më konsiderohet më i rëndësishmi i vitit të fundit pasi Këshilli i Ministrave aprovoi kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës për të shkarkuar Erion Veliaj nga detyra e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, e vendimare e cila sigurisht ka shumë pasoja politike nga pas, jo vetëm organizime brendshëm të Partisë Socialiste, por edhe organizimin e të gjitha partive politike në vend, për shkak se do duhet që herët avon të shkojnë drejt zgjedhjeve të parakohshme për njësinë vendore më të madh në Republikën e Shqipërisë. Po flasim për Bashkinë e Tiranës, e cila ka numrin më të madh të votuesve, si dhe kapacitetin më të madh ekonomik, çka do të thotë që kryetari i Bashkisë do të vijë të menaxhoj, më themi, njësinë vendore më të pasur në Shqipëri për shkak të ardhurave që grumbullon. Mbledhja e qeverisë zgjati rreth 60 minuta dhe anëtarët e Këshillit të Ministrave nuk se kishin shumë për diskutuar për shkak se porosia për të shkarkuar Erion Veliajin ishte dhënë që javë më parë që në Asamblenë e Partisë Socialiste, ku zoti Rama u shpreh se duhet adresuar çështja e drejtimit të Bashkisë së Tiranës, dhe ajo u konkretizua me zgjidhjen sotme nga vetë anëtarët e kabinetit qeveritar, që për ironinë të fatit mund konsiderohet edhe si vendimarrja e parë e kabinetit qeveritar Rama 4, që ishte shkarkimi i zotit Erion Veliaj, personi i cili u mandatua 3 herë nga zoti Rama për të kandiduar si kryetari i Bashkisë së Tiranës, dhe sërish zoti Edi Rama i cili vendosi për shkarkimin e tij. Qartë, Ervin, le të themi dua të ditë dy skenaret, nëse zoti Veliaj ankimon vendimin dhe nëse zoti Veliaj nuk e ankimon atë. Kur shkon Tirana në zgjedhje? Nëse qëndrojmë ke skenari i parë që nuk e ankimon vendimin, është diçka cilën e pret gjithashtu edhe Këshilli i Ministrave, pasi në argumentin juridik të cilin i ka përcjell edhe institucionit të Presidentit të Republikës për ta njoftuar për vakancën krijuar, është i bindjes se nuk ka nevojë që të zbatohet klauzola për të pritur 15 ditë për nëse do të ankimohet apo jo vendimi në gjykatën kushtetuese. Pasi Këshilli i Ministrave është idesë që klauzola në 115 të kushtetutës nuk është në zbatim të këtij vendimi të sotëm të qeverisë. Pra, sipas tyre, ky akt nuk mund të pengohet nga një ankimim i mundshëm i zotit Veliaj. Çka do thotë që nëse ecim me skenarin që nuk do të ketë ankimim, kodi zgjedhor parashikon që Presidenti i Republikës brenda 48 orëve nga marrja e njoftimit për krimin dhe vakancës do duhet të caktojë datën e zgjedhjeve, e cila nuk mund të jetë jo më herë se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë. Çka mund të themi që 3 të dielat e para të muajit nëntor mund të jenë datat të cilat përkojnë me organizimin e zgjedhjeve të pjesshme për Bashkinë e Tiranës, por dhe jo vetëm, pasi duhet nënvizuar që janë edhe 5 njësi të tjera vendore që janë pa kryetar. Dhe sigurisht nëse kalim ke skenari 2 që do të ketë një ankimim në gjykatën kushtetuese, atëherë duke marrë përballë që gjykata kërkon mesatarisht 3 muaj për të shprehur për një vendim i cili duhet të zbardhet, atëherë mund të themi që mund të shkojë deri në muajin e parë e vitit 2026 çështja e zgjedhjeve të pjesshme. Por mund të themi që mund të kemi edhe një ndarje. Tirana mund të shkojë në fillim të 2026, ndërsa 5 bashkitë e tjera mund të shkojnë në fillim të muajit nëntor, në diellat e para të muajit nëntor, për shkak se ato bashki nuk është se kanë ndonjë implikim që i detyron për të ankimuar në gjykatë kushtetuese. Janë vakanca të krijuar tashmë prej muajsh. Qartë. Ervin, le të themi zoti Veliaj mundi që të kandidojë në zgjedhje 11 majit pavarësisht se është në qeli. Në një skenar, a mundet që edhe zoti Veliaj të kandidojë njëjtë si zoti Meta në 11 maj? Qoftë edhe si i pavarur. Patjetër, si zoti Veliaj, si zoti Meta presumohen pafajshëm dhe nuk kanë asnjë ndalesë që i ndalon ato për të kandiduar në zgjedhjet pjesshme vendore kur do të zhvillohen.
Çka do thotë, sa kohë zoti Veliaj nuk ka një vendim gjykate që donon ato dhe vendim tjetër i formës prerë, ai nuk ka asnjë klauzulë ndaluese nga ana e ligjit të dekriminalizimit, pra çka do thotë, ai mund të kandidojë edhe nga qelia e Burgut. Mjafton që të mbledhi disa firma, një komitet nismëtar, kështu e parashikon Kodit Zgjedhor, dhe një komitet nismëtar se paraqesin numër të caktuar firmash në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në momentin që do fillojë administrimi i zgjedhjeve pjesëme për Bashkinë e Tiranës dhe më pas e regjistrohet si kandidat. Sigurisht që nëse zoti Veliaj ndërmerr një akt të tillë, i bie që do të pranoj vendimin e shkarkimit dhe hipotetikisht dhe gjykata kushtetuese do ketë konsideruar të ligjshëm shkarkimin e tij. Çka do thotë që vetvetiu nëse ndërmerr një hap të tillë mund ta vendosen pozitë vështirë Partinë Socialiste për shkak se qenia për 3 mandate në krye të Bashkisë së Tiranës sigurisht që të jep pushtet politik në këtë njësi vendore dhe atë pushtet politik ti mund ta shprehësh në zgjedhje duke dëmtuar partinë cilën ke përfaqësuar do 3 mandate. Ervin, falenderoj për gjithë detajet që përsollën në A2 CNN. Shumë faleminderit.